ne do bëjmë gjithçka që të kemi kandidatët më përfaqësues në Tiranë dhe në mbar Shqipërinë i dashur Perpo. Nga ana tjetër, theksoj se rruga e vetme për zgjedhje të lira dhe të ndershme është largimi i Edi Ramës nga pushteti. Edi Rama është armiku më i egër i votës së lirë. Dhe duhet të them se çdo iluzion se Edi Rama pranon zgjedhje të lira dhe të ndershme është një mbështetje e hapur për diktaturën. Ajo që ne arritëm, dhe kjo sigurisht ishte jetike dhe domosdoshme, ne arritëm t'i faktojmë botës, t'i faktojmë komunitet ndërkombëtar, t'i faktojmë institucioneve ndërkombëtare, se në Shqipëri zgjedhjet zhvillohen në kushtet e partisë shtet, se në Shqipëri zgjedhjet përcaktohen nga kartelet e drogës,